lexojmë deklaratën, por nuk ashtu ai. Na bisedojmë me ta nesër dhe këta kanë më ndërheqë. Janë jemi të kaluar për reformën. Dëshironi deklaratën e drejtës? Përmes kësaj shpresë një ftesë për shkak të angazhimeve të shumta dhe për arsye personale jam ndërhequr të paradokueshme nga Shive Etikës. Njëherë Senatin dhe të gjithë juve ju falenderoj për besimin e treguar duke më zgjedhur anëtarët dhe kryesuesit të këtij këshilli. Dhe për aq kohë që patëm mundësi të punojmë, ju falenderoj për bashkëpunimin korrekt dhe të përkushtuar. Me respekt, Muzafir Imam. Faleminderit. Mirë, atëherë kemi këto dy propozime që Bedri Bati dhe Bardha Korça të jenë anëtarë të komisionit. Ankesa dhe trashës. Po patjetër. Po vjen shumë keq, po nuk e di a është drejtë ekskluzive vetëm e ju jam propozuar. Kemi drejtë tani as anëtarë të Senatit për arsye se po ndoket si robot me çu dorën për propozimin që bëjani ju. Shkurt, edhe mbështes propozimin e dekanit të Fakultetit të Edukimit, neve në nevojitin informata për këta njerëz që po i votojnë. Me statut është rregulluar që rektori propozon, Senati i voton ose nuk i voton. Kjo një dhe dyta kam marrë propozimin, kisha rritë fjallë e kësha në dekanit, edhe propozimit tjetër, se nuk jo propozimin. Propozimit që ka dhënën prej Fakultetit Shkencave ka qenë arsyesh thjesht se u bë si o zburrash komisionet fashë tjetër dhe një farë. Falimi ka qenë te rektoratit më. E dyta, profesoresha asosuar Dr. Bardha Korça është para meje në universitet. Është të dëshmuar për punë dhe besoj që mund të jap kontributin e vet në këtë komision. Megjithatë, nëse ka mendime ndryshe, nuk ka problem. Mund më ja lexoj biografinë se e njoh. Do të thonë para meje ka ardhur asistente. Unë kam filluar 3 vjet më parë asistente. Është profesor asosuar, ka pas projekte ndërkombëtare, ka pas një vit qendrim me Shtetet Bashkuara, ka marrë bursën e Fulbrightit. Ne ka me sërë dhe i femën në të komisionë. Kërkoj falje. Po, ka shumë femë në Ukulani. Po kamënës një në Ka murat që ka bo. Dëshron fjallën për Bedri Bati. Nëse me pyet por e përkrahën, do të thonë se na pyetën. Sekretari ka thënë. S'na ka pyet kush për këtë punë, po na e përkrahën.